Me këngë dhe valle, me veshje kombëtare, nxënësit e shkollës fillore Ismail Gjemali e festuan 28 nëntorin. Korridori i shkollës ishte i mbushur edhe me prindër të cilët e ndoqën atë që kishin përgatitur fëmijët e tyre. Këngët dhe dashës e krijuan atmosferë emocionuese duke risjellë në kujtesë rrugëtimin e popullit drejt lirisë së pavarësisë. Sot ne festojmë ditën e flamurit 28 nëntori, jemi shumë të gëzuar. Ne sot festojmë 28 nëntorin dhe shkolla Ismail Gjemali kemi përgatitur pika të vallëzimit. Po, sot është 28 nëntori, dita e flamurit e Shqipërisë. Unë sot jam shumë e lumtur që do ta bëjmë programin sepse pritja për këtë ditë. Ne sot do ta bëjmë një pikë ku do të vallëzojmë të një këngë e cila quhet Amaneti. E dini çfarë ditë është sot dhe çfarë? Po, dita e flamurit me 28 nëntor ku u ngrit flamuri i Shqipërisë. Kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti uroi 28 nëntorin duke thënë se kjo ditë na kujton se liria që kemi sot është fryt i sakrificës të shumë brezave dhe se detyra jonë është ta ruajmë me përkushtim. Sot jemi mbledhur një ditë të shënuar për kombin tonë, 28 nëntorësh, ditën kur është shpall pavarësia e Shqipërisë dhe kur flamuri i ngrit si simbol i dinjitetit, sakrificës dhe vullnetit të pathyeshëm për liri. Edhe në shkollat e tjera në mbar vendin janë organizuar shënime të tilla për ditën e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë.